Kështu, fillimisht për me bo një reform, duhet me kuptu detyrën e ati institucioni. Çka është detyra e Këshillit Prokurorit të Kosovës? Janë 3 P-ja. Pavarësi, profesionalizëm edhe panshmëri. Për me mujt me funksionu ky institucion i pavarur, fillimisht do të me vendosë na, partitë politike, me hjek dorë për indikimit tonë dhe me jadhon pavarësinë e plot institucionit kolegjial Këshillit. Se tash përzin me këtë korporatën tash e spjegoj. Çështja e dytë, misioni i dytë është pavarësia. Por me mujt me pas pavarësi në institucion, do të me konë funksional. Ç'është bëhet funksional në institucion publik, kur e ka mbështetjen e qeverisë dhe jap financimin. Tash për shembull, 17.265.000 euro e ka pas për vitin 2014. Për vitin 2024, Vitin 2025 e ka pas 19.9. I kanë lyp 27. E nuk i kanë. Nuk ka pas vullnet politik me ngrit nivelin e profesionalizmit, se për pavarësi pedim, po as idejnë e funksionalitetit profesional në institucionit, nuk e ka pas vullnetin politik. Dhe 3, është panshmëria. Këtu ka të bëj me integritetin. Dhe në këtu pajtona me na, shqyqo na, duhet me ja themi ne, është një jargon, duhet me ja jek dushkun. Nuk është këtu si në Shqipni. Nuk kanë prokurorët e gjykatës ato, as Rolex, as na dim, ka dikush aty këtu. I bojnë do dollavere, dietë, o publike, i në zone kështu. Po nuk është skerën kriminale organizume që është dikush në kryen e farmafije qepa. Çka do të me bo? Këtu na duhet me ngrit në maksimum mekanizmit e kontrollit dhe të balancit në Këshillin Prokurorit të Kosovës për me pa integritetin në 2 guximin, marrë vendime me ngrit akt akuza, ka shumë, edhe 3 është, absolutisht, 3 është kompetenca. Nuk mundesh me pas kur kapacitet me kry një punë qofse s'ki kompetencë në funksion, o vloni pa që poq, në mund qofse nuk i kompetencë, nuk ta njeh kompetencën kërkush përveç jashpistone. Mos mertor me marë funksion të lartë publik, se ti të mund kur s'ki me mujt me kry në detyrë me integritet. Andaj për muë, panshmërin e regulon vetë Këshilli Prokurorit të Kosovës. Se ka regullu zë detajerin në krejt këto vite. Tash të kjo povi. Folëm për pavarësinë e këtij institucioni, për nevojën për me qenë thjesht me dur larg nga politika. Po deri tash, ju e përmeni zoti Selmanaj një numër të aferave që janë raportu se kanë ndodhur gjatë kësaj qeverisje. Tash po të kishim veprime të pavarura, të kishim prokurori të pavarur, do të kishte edhe veprime shumë ma konkrete. Na kem qenë 4 vjetë me drejtorin e legislacionit. Na kem qenë bukur të zëshëm për tendencën e kopqësitit, po bukur kemi qenë kritik edhe për ne. Kemi qenë kritik edhe ndaj në subjektive tona, po ma mirë me thonë që ati kombi që kemi qenë. Unë mendoj që reforma që është duke u kërku, është reform inkrementale, është reform që duhet më studiu mirë. 18 antarë që i ka propozu lëvizja vetë vendosi me qenë në KPK, ka qenë tendencë me bullug. E kemi thonë krejt analiza të mëshme. Të spjegoj, sot i ka 13 antarë. Pe këtyre 13 antarëve... Pe në janarit 7 do t'i kjetë. E di, po i shpjegoj 13 që njerë se po du marë të 7. Pe këti 13 do të krye prokurori, një është i apelit, një është i speciales, dhe të 7 janë themeloreve. A është qështu? Edhe i ka 3, jo prokuror, avokati publik. Tash janë 7. Tash të këta 7-shit, tendenca është me mujt një farformet mundshme për mes emnimeve, me pas ndikimin me jamor shumicën prokurorve. Kjo është tendenca. Dhe arsyeja pse unë kom qenë kundër, e kem folë gjatë me drejtorin, edhe po më intereson edhe mendimi i provë. Arsyeja pse unë kom qenë kundër me marë funksion dikush që është i zgjedhur prej parlamentit. A është ai avokati publik, a është ai në agjencionin kundër korupcion, a ku do të që është? Ku më thonë kundër sa ata politikisht e mërojnë. Vene në lodhin shpirtin të në thonë, apë ma voto filonin të gjenë me nonën, të gjenë të doja, të shkot të migja, të gjenë të partia, të grupi parlamentar, të gjenë të më thonë, në gjdo formë hinë lobimi për me votu. Dhe unë kam qenë kundër me dhonë pozicion
pozicion i cili është pozicion i cili ka qenë, i cili një farforme është politik. Jo, një farforme, po është politik. Pra unë kum dosh me testu qëtë sistem. Kjo ka qenë mendimi jam. Na kem pas kundërshtime. Për me arrit me u bo kjo, duhet fillimisht me analizu pjesën që ndërlidhet me pavarësi edhe me paanshmëri. Po qa zgjidhja, qysh du të mu hek që kjo qeverisja korporatiste, se jenë gati 15... Kjo nuk është qeverisja. Kjo është qeverisja korporatiste. E ka thonë strategjia sundimit lisit në analizë që e kam bo në kohën sa e në kohën qeverisje, bile PDK-ja në fund e kam i ratu, kur e dhe vendosja ko... Kjo po pengon që kjo në tërmë, korporatist kjo nuk është. Korporatist e në 10 njerës mrana sistemit. Vesh pak, që po ta do një argument, po vesh një argument që 15 vjetë jenë njerës të njëjtë mrana sistemit prokurorial. Për shambull, me ta përmen një emër, vish më nëshmi kalëzu si në lojën e shohut figurat ku ka lëviz. Jetish Maloku, prej viti 2011, kërë dhe me lukë Këshilli prokurorial, e ki herë në pozit kryesusit, herë të antarit, herë të krye prokurorit, herë të antarit, herë të kryesusit. Dhe më thonë, tisarët atë televizorin, me këshyrë një zhvillim Këshilli prokurorial, ki me po Jetish Malokun. Dhe ta është njëjtit njerëz jenë për 15 vjetë që jenë riciklune për pozitat e njëjta. Unë jem të folë për termi korporativ buron prej nocioneve që Margaret Thatcher i ka bo kur ka ndosht me irdhzue ndërmarrjet e mëdha dhe kanë kriju borde në mënyrë që kompanitë e mëdha me pas funksion të korporatave ku antari i bordit i jep drejtimet çka me bë, ndërsa shefi ekzekutivi kryen punë. Ky është nocioni në shkencë, në libra, që ja shpjegoj në studentave të mi si ligjerues. Pra, ka kuptim me thonë korporatizim që për postën se udhëheqet një bord i jep drejtime të një shef ekzekutiv. Këtu s'ka shef ekzekutiv, këtu shefi ekzekutiv, krye prokurori është në bord. Apo kupton, apo kupton që nuk ka korporat. Korporata ka hierarki të betim. Është bordi që tu, edhe është shefi ekzekutiv. Këtu krye prokurorin e ki në bord. Pra nuk është sistem kolegjial. është me shqip mas mjetë me i thonë këshill. Nuk ka fjallë matni, nuk ka problemi nocioni. Problemi o modeli. Nuk është nocioni, është modeli. Na duhet me këshyrë cili model na përshtatet. Unë për mendimin tim, unë këtë çështje e kisha diskutu në 2 rrafshe. Fillimisht në rrafshin, a mujmë me lanë, me testu në një afat kohor, si me thonë 5 vjetë, me u marë kjo çështje me konë krejt antarë të zgjedhur, ose në qoftë se nuk janë zgjedhur, atëre ky sistemi hibrid me qanë bukur i testuar përmes një vetingu që e bojmë me një legjë dhe i him thellë kush o filoni, kush o fistekja. Zotë Bezik, që të ashtrojmë pyetjen kështu, a i nalë sot antari i Këshillit prokurorial, kush do të qoftë ai? A mundet me i nalë prokuror special me tu një rast? Po s'mundet me i nalë. Me dash prokurorët, e kryin punën e vetë, përputhje me mandatin e vetë, ligjor dhe kushtetues që e kanë. Nuk zgjidhet problemi nëse na i bojmë pej 13-7. Nuk është problemi aty, problemi është i qasjes ndaj sistemit. A dhe në shrinol dritën, praktika në Këshill prokurorial. E keni pas që prokuror që kanë pasit integritet dhe për cilë të raportu vazhdimisht edhe për rastet të caktuar të suksesshme. Në momentin që s'jen në linjë me ta, i vendosin 100 procedura. E shqiptojnë një mos disiplinore që i ndalojnë masanej krejt avancimin. Dhe tjetra, në ato raste ku ka pas skandalet publikune për prokuror të caktuar, këta s'kan ndërmarrë asnjë veprim për me mbajt llogaridhënës një prokuror të caktuar. Zotë Betik, çka po du me thonë unë? Je konë edhe vetë në këtë taborin e shoqërisë civile dhe e mon men shumë mirë se vite tona e në shku të marrë me qëtë sistem prokurorial. Po nuk është problemi numrit të antarëve aty. Jo, problemi është mënyra që shkanë qeverisë. Kjo korporatizmi që e përmenëm dhe i qëtarë që po në kalëzën edhe me definicion, Besniku. Jënë 10 njerës që në njëjtën kohë, që 10 vjetë jënë të sjellë që aty, i kitë riciklun, qëfar amni pëdojmë në gjithë tjetër? Qëre, ne du të me motë e ke fundit që nuk përflasën për amnet përveçëm zë të betim. Unë e përmena një, sepse s'ki qare pa u sjellë për njerës, edhe me qenë konkret. Se ne edhe me kushtetut e kemi, edhe me ligje e kemi që prokurorët është bukur fështirë, veç nëse bëjnë shkelje, kështu se për ndryshe mandatë i tyne kur të hynë në sistemi. O këta i kemi, e din që kemi bo debat shumë shpesh, këta e në qast pavarur, sa që s'ka pos as një formë tjetër të logaridhonjës, po mekanizmat më rana s'kan funksionu, dhe këtave që kanë mbrojt njëni tjetërin. Po prandaj ne duhet me shkyrë në nuancat të ligjeve, në mundësi që
mos me mujt njerëz shumë gjatë me majtë funksione ekzekutive, që u udhëheqin ato politikat e mbrëmshme të Këshillit Prokurial. Për ndryshe, nuk i shkon, shumë e thonë, pse ky njeri gjithkund është, nëse dikush është i mirë në fushën e prokurorisë, pse të mos jetë, s'mundemi ne dikon prej jashtit me e marë, por që tash s'po flasëm me emra të përveçshëm, por me qenë se e konsiderojmë që ka dështu sistemi drejtësisë Kosovë. Domethënë, nëse i japëm një emën, unë nuk jam i kënaqur me nivelin. Për shkak ku është problemi? Por është problemi të numrat, nuk është problemi të numrat. Jo, po thotë është problemi të numrat. Po të mënyra që është qeverisin. Edhe pa balancë. Kemi diskutuar edhe gjatë, edhe me ndërkombëtarët, edhe me Këshillin e Venecës kur kanë ardhur në Kosovë. Ata dhe na thonin në Kosovë në krahasim me Shqipërinë, se Shqipënia ka qenë niveli nalt i korrupsionit me në sistemi të drejtësisë. Ki pare, krynë punë. S'ki pare, s'krynë punë. Në Kosovë, ata thonin, ma shumë ne po ballafaqohemi me inkompetencën e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe dyta, që me thonë, jo që po korruptohen gjyqtarët e prokurorët, po ma shumë po i nënshtrohen politikës pa o korruptu fare, nështë ta, ose të fortëve. Do me thonë, munges integriteti për të ushtru profesionin e gjyqtarit dhe prokurorit. Çka na duhet neve? Vërtet një analizë thellë, shumë e thellë, me provuesi politik, çka mund të bëjmë në mënyrë që atje me garantu profesionalizëm, integritet, llogaridhënie, performancë. Këtu i kemi ne të lashët